Ngërçi institucional në Kosovë ka përfshirë edhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Dy antarëve të këtij institucioni, përkatësisht përfaqësuesit të Aleancës Kosova e Re dhe atit Partisë Pakicës Serbe SLS, u ka përfunduar mandati, pasi forcat e tyre politike nuk kanë fituar përfaqësim në Parlamentin e Ri. Sipas antarit të nismës për Kosovën, Bilal Sherifi, partia e cilit bëhet për herë të parë pjesë e kuvendit, tashmë vendi është pa KQZ, pasi disa antarë nuk kanë legjitimitet. Aktualisht vendi është pa Komision Qendror të Zgjedhjeve. Presidentja, në bazë të rezultateve që i merr nga KQZ-ja, është e detyruar që, bazuar në nenin 139 të Kushtetutës, presidentja 6 parti më të mëdha politike që janë të përfaqësuara në kuvend, u dërgon me shkrim kërkesën që të emërojnë nga një antar të KQZ-s. Mirë po, kryetaria e KQZ-s Valdete Daka thotë se zgjedhja e antarëve të KQZ-s është në dorë të presidentes dhe se ajo si kryetare e KQZ-s nuk ka kompetencë që të shqyrtojë mandatet e antarëve. KQZ-ja së pari nuk ka kompetencë fare të shqyrtojë mandatet e antarëve të KQZ-s, as une, as antar tjerë. Është zyrja e ligjore e presidentes e cila mirret me mandatet e antarëve të KQZ-s, me përbërjen e KQZ-s dhe të gjitha kompetencët dhe autorizimet janë atje. Në lidhje me këtë çështje, këshilltari i presidentes Arber Vllahiu ka treguar se në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet e Republikës Kosovës, mandati i antarëve të KQZ-s është një çështje e ndërlidhur me konstituimin e institucioneve të vendit.